Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut paraqiti rekomandimin e UNESCO-s për rishikimin e projektit Trebenish-Qaftan. Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski paralajmëroi se nuk mund të rrezikohet përjashtimi nga UNESCO për lëshimet që janë bërë nga projektuesit në kohën e pushtetit të kaluar. E kemi patjetër të përmbajmë rekomandimeve të UNESCO-s që për këtë trase nuk mund të merren vendime të pakthyeshme, tha Aleksandar Nikolovski. Sipas ministrit, këto rekomandime u diskutuan në një takim të autoriteteve me përfaqësuesit e UNESCO-s në Paris për mbrojtjen e statusit të kësaj zone, ndërsa Shqipëria vijon punimet për lidhjen e korridorit të 8 me autostradë drejt vendkalimit kufitar Qaftan. Kreu i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Seria deklaroi se ndërtimi i autostradës Trebenish-Qaftan nuk cënon ambientin natyror as trashëgimin kulturore, por sipas tij është vazhdimsi një politikbërje që orin ta lidhin me manastirin dhe Prilepin. Qeveria po bën përpjekje për të devijuar korridorin 8 në tendencë që edhe të pengoj realizimin dhe të devijoj qëllimin edhe idenë e korridorit 8, duke vazhduar që t'ja bashkangjisë edhe këtë segment të autostradave, përsëri korridori 10 dhe orientimin përsëri të kësaj autostrade geopolitike dhe geostrategjike dhe shtjerave edhe ekonomike drejt linjës Serbi-Greqi. Në këtë mënyrë, sipas tij, synohet të pezullohet projekti që lidh detin Adriatik me detin e zi, një infrastrukturë strategjike e NATO-s, por dhe e vendit për zhvillimin ekonomik. Bashkimin e detit të zi me detin Adriatik që është interes geopolitik edhe i NATO-s, pjesës së cilës edhe Maqedonia e Veriut është antare e plotfuqishme e saj. Deklaroi Ziadin Selia, kryetari i Aleancës për Shqiptarët. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Formalizimi i sektorit mjekësor dhe atij të kujdesit personal dhe estetik janë objektivat e radhës paraqitur nga qeveria shqiptare. Drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ilir Binaj tha se kontrolli në këtë sektor do të shoqërohet dhe me masa konkrete për deklarimin e pagave. Duke nisur nga 1 prilli do të caktohen paga dysheme. Në sektorin e shërbimeve mjekësore dhe kujdesit personal është bërë analiza e pagave për rreth 10.000 tatim-pagues dhe për rreth 45.000 të punësuar, duke përcaktuar pagat indikative. Në datën 1 prill do të publikohet lista e pagave indikative për këtë sektor, e cila do të pasohet nga njoftime pa për të gjithë tatim-paguesit dhe më pas me kontrolle për ata tatim-pagues që nuk reflektojnë. Miratohet paga e 13 për gjithë punojësit e administratës publike në Kosovë. Ministri i Financave Kuran Murati tha se ky vendim vlen për gjithë zyrtarët publik që kanë përmbushur kriteret e përcaktuara. Është rasti gjithë atyre personave që tashmë kanë 12 muaj të plot, pra në sektorin publik dhe marrin pagën e 13 të plot, e cila është e barabartë, pra kur llogaritet, është e barabartë me vlerën e koeficientit shumëzuar me njësinë e koeficientëve që ka pozita përkatëse për personin, i cili është në listën e pagave në muajin mars, pra në këtë muaj. Përfitues të pjesëshëm të kësaj page janë ata persona që nuk kanë një vit punë në administratë. Mirë, po kemi hasur edhe në rastet pra kur ka situata që nuk i kanë përmbushur të gjithë 12 muajt, për qenë sa më fair dhe sa më korrekt, jemi dakorduar me thesarin dhe kemi siguruar edhe fondet e mjaftueshme që për këta persona pra që nuk i kanë të përmbushur 12 muaj të plot, të jepet pjesa e pjesshme. Ishte Kuran Murati, ministri i Financave i Kosovës. Bota. Sekretari Amerikan i Shtetit paralajmëroi hapjen e ngushticës së Hormuzit në një mënyrë ose në një tjetër. Marco Rubio deklaroi se rihapja do të bëhet me pëlqimin e Iranit ose përmes një aleance ushtarake ndërkombëtare që përfshin Shtetet e Bashkuara. Qëllimet tona në Iran janë të qarta dhe ne do t'i arrijmë ato brenda javësh, jo muajsh. Nëse Irani zgjedh të mbyllë ngushticën e Hormuzit pasi të përfundojë operacionin ushtarak, ai do të përballet me pasoja të rënda, paralajmëroi sekretari amerikan i Shtetit. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara preferojnë të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre me Iranin në mënyrë paqësore, por duhet të jenë të përgatitura për mundësinë që këto përpjekje të dështojnë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.